Ha, pas ke vesh majicën e mije sonte. Po e nam. Liria ka e mëra? A ullë shumë. Ha? Po, shut. Musafiri dytë për sonte është Fonsi i Albin Kurtit, vjen enkas ekskluzivisht për emisionin ton për Finlandës, e ftojmë me Dimusën, hajde! O, Fabian, më mi farë. A që s'u ke orë për Finlandës, a? Po, për Finlandës. Po, nera të rritë. Jem punë Finlandë atje. A ke do me po me Albin Kurti s'kjerën, a pifuel? Që ti male që s'mojnë të ajo? Ja, sysh. A, gjë sysh. Që s'ka ma jem mirë. A ke mujtë e njëdhë. Që ke punë të Allahit të rritë. Unë. Apo ta po paraj fituarën a, heqa? A, gjë sysh, po s'di. Ha? A mi po paraj fituarën ajo? Shore sa të re. Ha? Këtë nëherë thëshin, dalëshin ka flaktunin shetan, ka 100 kjerët ma njerë dhe i marshin që që mund të qinë me këty. Te e thonë të pse mbje puna që shto mu, Allah i bënd më ramet. Pse? Edhe e dyta, nuk kam shka mi bon uri me fiturin. Pse kam fitu? Ja, ditën e zgjedhjen, Kristja ka qitë vërtat, ati heq kurtit, veç me fjallë ka vërët se ka shku një Irland. A e kon Irland? Finland, a e kon Finland. Po. A o e vërtesi si ke qitë vota kërku? Se kom qitë vota kërku. E halalt kjo oftë. Edhe të halalt kjo përgja. Kjo thonë që api kërku. E ko një dishka interesante. Me paku në replik i marë 65%. Ja, por me që ato që apë sumet. Ja, sumet keq. Ti ke desh me rdu kurten si ke qitë vota ish halalt kjo oftë. Kurre. Ti me fjallë fuën, kur me di sapore ti ka dhonë, anë zemër e din që Hashim thonë që është shpallësi pavarësisë, u thejës i rambujës, edhe usari i u qëkësë konë, u thejës i politiku u qëkësë, i që soj, se mos ishkon Hashim thonë që kjo nuk ishte heqë. Bravo, Dorë të tijë. Aj, karo! E vërteta kjo, e vërteta është. E këshur burra, vetë një gratë, fëmijë, pleshtë,